Dikur, gratë shqiptare nuk kishin shumë të drejta. Zëri i tyre dëgjohej vetëm brenda mureve të shtëpisë. Ato nuk dilnin shpesh, nuk vendosnin për jetën e tyre. Por prap, ishin shtylla që mbajtën familjet, tokat dhe shpirtin e këtij vendi. Nëna dhe gjyshet tona kanë larë rroba në ujë të ftohtë, kanë punuar në ar, kanë rritur fëmijë me duar të lodhura, por me zemër të fortë. Kanë duruar, kanë heshtur, kanë luftuar në mënyrën e tyre, pa kërkuar as lavdi, as duar trokitje. Sot, fal sakrificës së tyre, gratë ecin ndryshe, më të forta, më të lira, më të vetëdijshme për vlerën e tyre. Sot, një vajzë mund të shkollohet, të udhëtojë, të flasë, të ëndërrojë, të zgjedhë vetë jetën e saj. Dhe pas çdo hapi të saj qëndron një brez grash që s'kishin mundësi, por që shpresuan se një ditë dikush do ta kishte. Prandaj, çdo herë që një vajzë shqiptare ecën me kokën lart, ajo se di, por mban me vete gjithë krenarinë dhe mundin e atyre që heshtën për vite. Kjo është fitoria e tyre. Kjo është zëri që më në fund u dëgjua.